Isai a.s. nuk ka vdekur. Allahu e ngriti atë pranë tij. Këtu po sjellim ajetet me kuptimin e të cilave disa njerëz ngatërrohen. Prej tyre po përmendim kur Allahu i tha: "O Isa, unë do të marr ty, edhe nuk do t'u jap rast jehudinëve të të vrasin, dhe do të ngre pranë vetes, dhe do të pastroj ty prej atyre që janë mohues, si dhe do t'i vendos ata që të ndjekin ty përmbi ata që të mohojnë." Ali Imran 55. Thënia e të lartë madhërishmit, unë do të të marr ty, marrja këtu ka ardhur në kuptimin e gjumit dhe jo me kuptimin e vdekjes, siç ka thënë i lartësuari. Allahu a merr shpirtrat, atyre që u ka ardhur çasti i vdekjes dhe atyre që nuk kanë vdekur, por që janë në gjumë. Zumer 42. Dhe thënia e të madhërishmit, ai është që u a merr shpirtrat, ju vë në gjumë natën. Enam 60. Gjithashtu në një ajet tjetër thuhet se unë do të të marr ty, do me thënë do të të marrë dhe do të mbaj pranë meje. Arabët thonë, filani mori borxh prej filanit, kur e merr atë dhe e fut në posedimin e tij. Nuk ka problem nëse bashkojmë mes dy fjalëve. Thënia e të lartë madhërishmit nuk ka asnjë nga hithtarët e librit, vetëm se ka për t'i besuar atij Isait para vdekjes së vet. E në ditën e gjykimit, ai dëshmon kundër tyre. En-Nisa 159. Fjala e tij, madhëruar dhe i lartësuar qoftë, para vdekjes së vet, do më thënë se pasi të zbres Isai a.s. në kohën e fundit, nuk do të mbes askush prej ehli kitabëve, hithtarëve të librit, pa i besuar para se të vdes pas zbritjes së tij në tokë. Kjo sepse Isai nuk do të pranojë asgjë tjetër përveç Islamit, dhe çdo jo besimtar që e arrin fryma e tij do të vdes. Gjithashtu thuhet se para vdekjes së vet, do me thënë para se të vdes dikush prej ehli kitabëve, sepse secili prej tyre hithtarëve të librit që i vjen vdekja, në atë moment atij do t'i bëhet e qartë se Isai ka qenë rob, i dërguar, njeri edhe nuk ka qenë Zoti i adhuruar. Në ato qaste secili hithtar i librit do ta kuptojë të vërtetën dhe do t'i besojë asaj përpara se të vdes. Por ai besim është i pavlerë. Ky besim nuk do t'i bëjë dobi asnjërit prej tyre, për arsye se teubeja, pendimi, nuk është i saktë dhe nuk të bën dobi kur arrin shpirti në gryq. Pyetje: cili është dallimi midis jetës së Isait dhe jetës së pejgamberëve të tjerë? A nuk janë gjallë pejgamberët, siç tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberët janë gjallë në varret e tyre. Përgjigje: jeta e Isait alayhis salam, tani që është i ngritur në qiell, është jetë reale me trup dhe shpirt. Kurse jeta e pejgamberëve të tjerë është jetë e berzahut, jetë e varrit, e cila është e veçantë. Isai nuk ka vdekur që të kalojë në jetën e berzahut. Ai është në qiell tek Allahu i gjallë, me trup dhe me shpirt. Ndërsa pejgamberët e tjerë, alayhimus selam, i kanë parë agonitë e vdekjes. I kanë vuajtur ato dhe shpirtrat e tyre janë të shkëputur prej trupave. Ata kanë jetë specifike në varreza. Argumentet për zbritjen e Isait alayhis salam. Më lart u tha se Allahu e ngriti Isain alayhis salam për tek ai, kur qifutet erdhën që ta vrasin. Argumentet fetare tregojnë se ai do të zbresë në kohën e fundit, dhe zbritja e tij është prej shenjave të kiametit. Prej argumenteve të shumta të zbritjes së tij në kohën e fundit mund të përmendim argumentet nga Kurani. Allahu i lartësuar thotë: kur ju përmend popullit tënd si shembull biri i Merjemes, ata brohoritën dhe thanë: a janë më të mirë zotat tanë apo ai? Ata nuk të thanë atë vetëm si polemik, por ata janë njerëz nga të arrestar. Ai Isai ka qenë vetëm një rob, të cilin e bëm pejgamber dhe e bëm shembull të jashtëzakonshëm si përvojë për Beni Izrailët. Po sikur të duam ne, do të bënim prej jush ëngjëj që do t'ju zëvendësonin në tokë. E ai Isai është parashenjë momentit të kiametit, pra kurse si mos dyshonin në të, në katastrofë. Dhe eja një pasmeje, kjo është rruga e drejtë. Zukruf 57:61. Thënia e të lartë madhërishmit, në të vërtet, ai është shenjë e orës së kiametit,
Nënkupton se Isai a.s. është shenjë prej shenjave të kiametit, ndërsa në një këndim tjetër, fjala le ilmun është lexuar le alemun, që nënkupton fjalën shenjë. Dhe ajeti vjen me kuptimin se zbritja e Isait është një prej shenjave që tregojnë se kiameti është afër. Ai është shenja e orës së kiametit, në ardhjen e së cilës mos dyshoni kurrë si. Mos jini në mëdyshje për këtë shenjë, pra ndiqmëni mua, kjo është rruga e drejtë. Ibni Abasi, radiallahu anhu, në lidhje me kuptimin e ajetit, thot: në të vërtetë, ai është shenja e orës së kiametit, ka thënë se këto fjalë nënkuptojnë shfaqjen e Isait a.s. përpara se të bëhet kiameti. Taberiu ka thënë: kuptimi i ajetit është se zbritja e Isait është një paralajmërim për ardhjen e kiametit, dhe se shfaqja e tij është prej shenjave të kiametit. Zbritja e tij në tokë tregon përfundin e dynjas dhe afrimin e ahiretit, botës tjetër. Madje për shkak të thënies së tyre, ne e kemi mbytur Mesihun, Isain, birin e Merjemes, të dërguarin e Allahut. Po ata as nuk e mbytën, as nuk e gozhduan, nuk e kryqëzuan në gozhda, por atyre u përngjau. Ata që nuk u pajtuan rreth mbytjes së tij, janë në dilemë për të, për mbytje, e nuk kam për të kurrfar dije të saktë, përveç që iluzojnë, e ata me siguri nuk e mbytën atë. Përkundrazi, Allahu e ngriti atë pranë vetes. Allahu është i plot fuqishëm, i dijshëm. Nuk ka asnjë nga hithtarët e librit, vetëm se ka për t'i besuar atij Isait para vdekjes së vet, e në ditën e gjykimit ai dëshmon kundër tyre. Nisa 157-159. Për thënien e të lartësuarit që të mos i besoj pejgamberisë së Isait, si dhe thënia e tij përpara se ai të vdes, shumica e mufesirëve, komentuesve të Kuranit, kanë thënë se dy përemrat në të dhe vdekjes së tij kanë për qëllim Isain, birin e Merjemes a.s. Ebu Maliku, për thënien e të lartësuarit, nuk ka ndonjë njeri prej ehli kitabit, xifutëve dhe të krishterëve që të mos i besoj pejgamberisë së Isait përpara se ai të vdes, ka thënë: kjo do të ndodhë kur të zbresë Isai, biri i Merjemes a.s., ku nuk do të mbes asnjë prej ehli kitabëve pa i besuar atij. Ibn Kethiri thot: Allahu tregoi se puna nuk ishte ashtu si menduan ata, por atyre ju përngjasoi dikush tjetër në formën e Isait dhe ata vran atë që i shëmbëlleu atij, prandaj ata nuk janë të qartë në këtë. Allahu tregoi se Isain e ka ngritur tek ai, pranë vetes, dhe ai është i gjallë dhe do të zbresë para ditës së kiametit, siç është treguar në hadithet e sakta që arrin gradën muteuatir, të cilat në dashur Allahu do t'i theksojmë së shpejti. Ai do të vrasë Mesihun e humbjes dhe mashtrimit, Dejjalin. Argumentet nga Sunneti, nga Udhejfe ibn Useid radiallahu anhu, për cilët se ka thënë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi dhe na gjeti duke përkujtuar dhe duke këshilluar njëri tjetrin dhe tha: qeni duke përkujtuar. Të pranishmit u përgjigjen: po përkujtojmë kiametin. Ai tha: kiameti nuk do të ndodhë derisa të shihni para tij 10 shenja: tymin, Dejjalin, kafshën, lindjen e diellit nga perëndimi, zbritjen e Isait, birit Merjemes a.s., Jexhuxhët edhe Maxhuxhët, dhe 3 fundosje, një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik. Dhe shenja e fundit do të jetë një zjarr që del nga Jemeni, në Aden, dhe ka për t'i dëbuar njerëzit drejt vend tubimit të tyre. Pasi Isai a.s. të zbres në tokë, legjislacioni me të cilin ai do të gjykojë dhe udhëheq do të jetë sheriati, dhe posti nuk do të pranohet asgjë tjetër nga askush. Kjo nuk do të thotë se Isai a.s. do t'i detyrojë që të hyjnë me dhunë në Islam, por njerëzit do ta pranojnë Islamin me dëshirë, bindje dhe ndërgjegje të plotë. Kjo do të ndodhë sepse të krishterët, të cilët pretendojnë se janë pasues të Isait a.s., do ta shohin atë se është gjallë dhe ka zbritur siç përshkruhej në Kur'an. Gjithashtu, kur ata të flasin me të, nga zemrat e tyre do të shërënjoset besimi se ai është biri i Zotit dhe do të besojnë në atë
që ai do t'i udhëzoj në fenë e vërtet, sikurse thotë edhe i lartë madhërishmi. Nuk ka ndonjëri prej ehli kitabëve, xifutëve dhe të krishterëve që të mos i besojnë pejgamberisë së Isait përpara se ai të vdes. Nisa 159. Do me thënë se pasi Isai a.s. të zbres, dhe para se të vdes do t'i besojnë ati të gjithë hidhtarët e librit. Kushdo që nuk i beson ati, do të vritet. Në një transmetim thuhet, do t'jetë vetëm një thirrje për në fe. Kjo do me thënë se në kohën e Isait a.s. do t'ketë vetëm një thirrje të vetme, vetëm Islami. Nuk do të mbes as një fe dhe as një popull tjetër, as hinduizmi, as budizmi, as judaizmi, feja e xifutëve, as krishtërimi, as sikhët, një fraksion i hinduizmit i krijuar në shekullin e 15, i cili lidhet me predikuesin Guru Nanak, dhe as me gjusët, adhuruesit e zjarrit. Një sejdë e vetme ka për të qenë më e mirë se krejt dynjaja, dhe çfarë ka në të. Do më thënë se njerëzve do të ushtohet dëshira për namaz, si edhe për të gjitha bindjet dhe nënshtrimet e tjera ndaj Allahut. Njerëzit do t'i paksojnë shpresat dhe përpjekjet e tyre për këtë botë, nga se ata janë të bindur tashmë se kiameti është afruar. Në atë kohë risku do t'jetë me bollëk, dhe muslimani nuk do të ketë pse të preokupohet me çështjet e dynjas, duke lënë mbasdore ibadetet e tij për të siguruar jetesën. Do t'i braktisni devet e reja dhe nuk do të shkoni pas tyre. Fjala që ka ardhur në hadith është kalas, që nënkupton devet e reja, të cilat janë shumë të lakmueshme dhe mbahen si pasuria më e shtrenjtë për arabët. Njerëzit do t'i braktisin ato dhe do t'i lënë pas dore. Ata nuk do të mundohen për t'i arritur ato. Nuk do t'u mbasin kohë për t'i ushqyer dhe as që do të bëjnë tregtim me to. Nga Xhabiri radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Isai, biri Meriemes zbret, dhe prisi i tyre Mehdiu i thot: na e fal namazin. Ai thot: jo, ju do t'jeni prijës të njëri tjetrit, dhe kjo është një fisnikëri e Allahut për këtë ummet. Nga Ebu Seid el-Kudri radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai pas të cilit do të falet Isai, i biri i Meriemes, është prej nesh. Argumentet që flasin për zbritjen e Isait a.s. janë të gradës mutawatir. Tregimet edhe lajmet nga pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam në lidhje me zbritjen e Isait a.s. kanë ardhur në gradën mutawatir, të transmetuar në bashkësi dhe rrugë të shumta. Këto transmetime janë përmendur nga Imam Ahmed ibn Hanbeli, Ebul Hasan el-Eshari, Taberiu, Ibn Kathiri, Sefariniu dhe Sheukani në sqarimin e ndodhive që kanë ardhur për Mehdin e pritur, Dejjalin dhe Mesiun Isain. Ibn Kathiri në lidhje me hadithet e zbritjes së Isait a.s. ka thënë: këto janë hadithet e gradës mutawatir, të sjella nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ato tregojnë për shkrimin e zbritjes së Isait dhe vendin se ku do të zbres. Ai do të zbres në Sham, në Damask, tek minarja në anën lindore. Kjo do të ndodh kur të bëhet ikameti për faljen e namazit të sabahut. Këto tregime kanë ardhur për këtë çështje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ato janë pohuar, ligjëruar dhe vërtetuar se do të ndodhin në këtë mënyrë. Kështu dalin mangësitë të krishterëve duke larguar në këtë mënyrë dyshimet prej vetes së tyre. Prandaj për këtë arsye, ata do të përqafojnë të gjithë Islamin përpara Isait a.s. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar thot: nuk ka ndonjë njeri prej ehli kitabëve, xifutëve dhe të krishterëve që të mos i besojë pejgamberisë së Isait përpara se ai të vdes. Ditën e Kiametit, ai Isai do të bëhet dëshmues i së vërtetës kundër tyre. Nisa 159. Ky ajet është sikurse e thënia e të lartësuarit. Në të vërtetë, ai është shenjë e orës së Kiametit. Zukhruf 61, që lexohet edhe ndryshe si le alemen, dhe do me thënë shenjë paralajmëruese dhe argument që Kiameti është afruar. Ai do të zbres pas daljes së Mesiut Dejjal dhe do ta vrasë atë me duart e tij.
Në ditët e Isait a.s. Allahu do të dërgojë Yexhuxhët dhe Maxhuxhët dhe ka për t'i shkatëruar ata me bereqetin, begatin e lutjes së tij, Isai. Umeti Islam është një mendim unanim se zbritja e Isait a.s. është shenjë prej shenjave të Kiametit dhe nuk e ka kundërshtuar këtë vetëm se ndonjë i çrregullt, tek i cili nuk mund të kthehemi sepse është i pavlerë dhe i parëndësishëm për t'u përmendur. Çështjet: kur të zbres Isai a.s. a do të gjykojë me sheriatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo do të vijë me sheriat të ri? Përgjigja: Imam Sefarini, në lidhje me zbritjen e Isait a.s. në fundin e kohës, ka thënë: Umeti Islam janë në një mendim unanim për zbritjen e tij dhe nuk e ka kundërshtuar këtë ndokush prej ndjekësve të sheriatit, përveç filozofëve dhe ateistëve, kundërshtimi i të cilëve nuk merret në konsiderat. Ixhmaja, unanimiteti i umetit, është i një mendimi, konkretisht se ai do të zbres dhe do të gjykojë me sheriatin, ligjin e Muhamedit, dhe me zbritjen e tij nuk do të sillet ndonjë legjislacion tjetër. Ai do të veprojë me këtë ligj të sheriatit, sikurse edhe është përshkruar. Sadik Hase Khan ka thënë: hadithet që flasin për zbritjen e Isait a.s. janë të shumta. Sheukani ka përmendur 29 hadithe për këtë temë, midis të cilëve gjendet i sakti, i miri dhe i dobti që mund të forcohet e ta tejkalojë dobësinë. Disa prej këtyre haditheve janë përmendur bashkë me hadithet që flasin rreth Dexhallit e disa në hadithet e Mehdit. Këtyre haditheve gjithashtu bashkangjiten edhe fjalët e përcjella nga sahabët në lidhje me këtë çështje, të cilat marrin dispozitën e hadithit, për arsye se në këtë temë nuk mund të jepet një opinion nga logjika vetjake. Mëteja i ka theksuar këto hadithe dhe ka thënë: të gjitha këto hadithe, të cilat i paraqitëm, arrin gradën mutawaatir, sikurse është e qartë për atë që ka arritur të lexojë sadopak. Shej Ahmed Shakir ka thënë: zbritja e Isait a.s. në kohën e fundit është një çështje për të cilën muslimanët nuk kanë kontradikt, për arsye se në lidhje me të janë përcjell hadithe të sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një çështje domosdoshmërisht e njohur në fe. Ai që e mohon atë nuk ka besuar. Shej Muhammed Nasiruddin Albani ka thënë: dije se hadithet e Dexhallit dhe hadithet e zbritjes së Isait a.s. janë hadithe të gradës mutawaatir. Besimi në to është detyrim, prandaj mos u mashtro prej atyre që pretendojnë se këto hadithe janë ehad, sepse ata janë ignorant në këtë lëmi. Askush prej tyre nuk i ka analizuar rrugët e transmetimit të këtyre haditheve, sepse nëse ndonjëri prej tyre do ta bënte këtë, kishte për të gjetur se hadithet në lidhje me çështjen në fjalë nuk janë ehad, por mutawaatir, sikurse kanë thënë edhe imamët e kësaj lëmie të diturisë, si Hafidh Ibn Hajeri e të tjerë. Vërtet që është për të ardhur keq kur disa persona flasin për diçka e cila nuk i përket as pak fushës së tyre, sidomos kur bëhet fjalë për fe e për besim. Dobi: a konsiderohet Isai a.s. prej umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Isai a.s. është nga pejgamberët e vendosur dhe të dalluar. Ai ka ke Allahu një vend të lartë. Gjithashtu ai bën pjesë tek sahabët, shokët e dërguarit. Nga që u takua me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam natën e Miraxhit dhe i besoi atij. Ai alayhis salam do të vdes në këtë gjendje, pra si musliman. Në hadithin e Miraxhit, pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pastaj ne u ngjitëm drejt qiellit të dytë dhe kërkuam që të hapet. Domethënë Xhibrili kërkoi prej rojeve të qiellit që të hapin portën. Rojet i thanë: kush është? Ai tha: Xhibrili. I thanë: kush është me ty? Ai tha: Muhamedi. I thanë: tani më është dërguar, i është dhënë apo i ka ardhur shpallja? Ai tha: po. Ata i thanë: mirë se të vi, çvizitë mrekullueshme e tij. Pasi u hap porta dhe hyra, aty takova Isain dhe Jahjan, që ishin ndjem tezeje, i kishin nënat motra, dhe ata rojet më thanë: ky është Jahjaja dhe ky është Isai.
Shko dhe jepu selam, përshëndeti ata të dy. U dhash selam, dhe ata ma kthyen selamin dhe than: mirë se vjen o vlla dhe pejgamberi mirë. Besimi të krishterëve në zbritjen e Isait a.s. Të krishterët besojnë se Isai a.s. është biri i Zotit, tepër i lartë dhe i pastër është Allahu nga kjo. Ata besojnë se ai u vra dhe u kryqëzua dhe 3 ditë pas kryqëzimit, ai është ngritur lart në qiell dhe është ulur pranë babait të tij, Zotit. Ai do të zbresë në kohën e fundit. Ne përmendëm ngjarjen e ngritjes së tij a.s. për në qiell dhe thamë se ai as nuk u vra, as nuk u kryqëzua, por kështu ju duk atyre, shëmbëllimi i Isait ju mvesh një tjetri, duke e vrarë këtë të fundit, por atyre ju duk sikur vrani Isain. Iftarët e librit janë dakord dhe pohojnë ekzistencën e 2 mesive. Mesiu i udhëzimit, i cili është prej bijve të Daudit a.s. Isai a.s. dhe mesiu i humbjes dhe mashtrimit, për të cilin iftarët e librit thonë se ai është prej bijve të Jusufit a.s. dhe ai është Mesiu Dejjal. Besimi të krishterëve në lidhje me Isain a.s. bie ndesh me besimin e muslimanëve në disa çështje. Të krishterët besojnë se Isai a.s. është biri i Zotit. Kjo është e kotë dhe e pasakt. E vërteta është se Isai a.s. është njeri, rob dhe i dërguar i Allahut. Të krishterët besojnë se xifutët e kryqëzuan dhe e vran Isain a.s. Gjithashtu edhe kjo është e pasakt. E vërteta është se ata as nuk e vran e as nuk e kryqëzuan atë. Të krishterët besojnë se Isai a.s. 3 ditë pasi u kryqëzua, u ngrit në qiell. Gjë që përsëri është e kotë dhe e pavërtetë, pasi Allahu e ngriti atë në qiell, pa e vrarë dhe pa e kryqëzuar. Gjendja në të cilën do të zbresë Isai a.s. Muslimanët kanë dalë për të përballur me të krishterët në një betejë të madhe dhe do ta çlirojnë Konstantinopolin nga ata për ta rikthyer atë në sundimin e muslimanëve. Më lart u dha sqarimi se muslimanët do ta çlirojnë atë me tehlil, duke thënë la ilaha illallah, dhe me tekbir, duke thënë Allahu Ekber, dhe jo me armë. Atëherë shejtani thërret se Dejjalli ka dalë. Muslimanët kthehen nga Konstantinopolia për në Damask, sepse baza dhe llogoria ushtarake e muslimanëve është atje. Pas kësaj mesiu i humbjes dhe mashtrimit, Dejjalli do dalë vërtet. Do të lëviz në të gjithë tokën dhe do të shfaq fitne, trazirat e tij të mëdha. Në një transmetim tjetër të shtjelluar më në detaj, për cilët se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ka folur për Dejjallin ka thënë: Dejjalli do të vijë në një shëllir të Medinës, por e ka të ndaluar që të hyjë në grykat e saj. Pastaj Medinën me banorët e saj do ta godasin 1 ose 2 dridhje dhe do të dalin jashtë saj të gjithë munafikët, meshkuj dhe femra. Më pas Dejjalli do të drejtohet nga Shami derisa të vijë tek malet e Shamit. Aty do t'i rrethojë muslimanët në majën e një prej maleve të Shamit. Dejjalli do t'i rrethojë ata, duke zbritur në fund të malit edhe pasi të zjas belaja mbi ta dhe të hasin shumë vështirësi. Një burr prej muslimanëve thotë: O ju grumbull i besimtarëve, deri kur do të qëndroni kështu? Armiku i Allahut ka zbritur në tokën tuaj. A nuk po vini tek 2 të mirat, ose të bini shahid, dëshmor, ose Allahu do t'ju jap fitore? Pastaj do t'japim besën për të vdekur, një besë që Allahu e di se është sinqeriteti prej vetë atyre. Pastaj do t'i kaploj një errësirë, ku nuk mund të shikojë njeriu pëllëmbën e dorës së vet. Atëherë biri i Merjemes shfaqet para tyre me rrobat e luftës, dhe ata i thonë: Kush je ti, o robi i Allahut? Ai thotë: Unë jam robi i Allahut edhe i dërguari i tij, shpirt prej Allahut edhe fjala e tij. Isai, biri i Merjemes, zgjidhnin njërin prej këtyre 3 gjërave: ose të dërgoj Allahu mbi Dejjallin dhe ushtrinë e tij dënim prej qiellit, ose t'i përpi ata toka, ose t'i shtini ju në dorë me armët tuaja dhe t'i pengoj Allahu armët e tyre ndaj jush. Ata thonë: Kjo e fundit o i dërguar i Allahut, ne i shëron zemrat edhe shpirtrat tanë. Atë ditë do ta shohësh një çifut trup madh dhe të gjatë, ngrënës edhe pirës që nuk ka mundësi të ngrejë dhe të mbajë shpatën në dorë prej frikës. Muslimanët ngrihen drejt tyre dhe i shtin ata në dorë. Dejjalli, kur sheh birin e Merjemes, shkrihet, siç shkrihet plumbi, derisa Isai do ta arrijë dhe do ta vrasë atë.
Ngjarja se si Isa a.s. do ta vrasë Dexhalin është përmendur hollësisht më lart. Si do të zbresë Isa a.s. dhe ku? Isa i zbret nga qielli tek minarja e bardhë në lindje të Damaskut, i veshur me 2 rroba të ngjyrosura me uers dhe zaferan, shafran. Duart i ka vendosur mbi krahët e 2 ëngjëjve. Ibn Kathiri ka thënë: mendimi më i njohur për zbritjen e Isait është ai zbret mbi minaren e bardhë lindore të Damaskut. Ai zbret pasi thirret ikameti, kur muslimanët janë bërë gati për të falur namazin, dhe prisi i tyre i thotë: dil përpara dhe na pri, na e fal namazin. Ai i thotë: dil ti përpara, sepse thirrja ikameti për në namaz u bë për ty. Në një transmetim tjetër të hadithit përcillet: ju jeni të parë imam për njëri tjetrin, si fisnikërim, nderim prej Allahut për këtë ummet. Ibn Kathiri gjithashtu ka thënë: në kohën tonë rreth vitit 741 të Hijrit, muslimanët e rindërtuan një minare me gur të bardhë. Ndërtimi i saj u mundsua prej pasurisë të krishterëve, të cilët e kishin djegur minaren e mëparshme. Ndoshta ky fakt mund të konsiderohet si një argument mbi vërtetësinë e profecisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu mundson ndërtimin e kësaj minareje me pasurinë të krishterëve, që më pas të zbresë në të Isai, biri i Merjemes. Unë kam vizituar vetë Damaskun, shkova tek minarja e bardhë në lindje të Damaskut, e cila ishte e njohur tek vendasit, se kjo ishte minarja mbi të cilën do të zbriste Isai alayhis salam, dhe e fotografova atë. Ajo ndodhet në hyrje të tregut, edhe jo te xhamia. Shumica e banorëve të lagjes në të cilën ndodhej kjo minare ishin të krishterë. E kam vendosur fotografinë e saj këtu, duke menduar se ajo është minarja mbi të cilën do të zbresë Isai alayhis salam, ose ndoshta mund të jetë edhe ndonjë minare tjetër. Allahu e di më së miri këtë. Thuhet se zbritja e Isait alayhis salam do të jetë tek njëra prej minareve të xhamisë e Meuhije në Damask. Allahu është më i larti dhe më i dituri. Unë këtu nuk mund të përcaktoj diçka në mënyrë të prerë. Cilësitë fizionomike trupore të Isait alayhis salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar Isain alayhis salam si dhe rrethanat në të cilat ai do të zbresë, me qëllim që çështja e tij të jetë e qartë dhe të mos përshtjellohet, të mos ngatërohet. Kështu ai është një burr me një trup mesatar, as i gjatë dhe as i shkurtër. Ngjyra e lëkurës së tij anon nga e kuqja në të bardhë, me krahëror të gjerë, me flokë të gjatë e të shtrirë, duket sikur koka e tij kullon, megjithse nuk është e lagur. Ai që i ngjason më së shumti ishte Urwe ibn Mesud Ethekafiu radiallahu anhu, nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: natën e Isras takova Musain alayhis salam, gjithashtu takova Isain. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkroi duke thënë: mesatar, i kuq, sikur të kishte dalë nga një banjo me avull. Nga Ibni Abasi radiallahu anhu përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë e pash Isain, Musain dhe Ibrahimin. Isai ishte i kuq me trup të mbledhur edhe me krahëror të gjerë. Nga Ebu Hurejra radiallahu anhu përcillet se ka thënë: i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë isha në Hijr dhe Kurejshët po më pyesnin rreth udhëtimit tim, Isras. Më pyetën gjithashtu për disa gjëra rreth Beitu Magdis, shtëpisë së shenjtë, të cilat mu ngatëruan, nuk i kisha vërejtur mirë, kështu që ndjeva një breng që se kisha ndjerë më parë. Atëherë Allahu ma shfaqi mua atë Jeruzalemin, e pash atë dhe i tregova atyre për gjithë shka që më pyetën. Gjithashtu pash edhe një grup prej pejgamberve. Musa i ishte në këmbë duke u falur në varrin e vet, ndër të tjera tha: ndërkohë që pash Isain, birin e Merjemes, që ishte në këmbë duke u falur, ai që i ngjan më së tepërmi është Urwe ibn Mesud Ethekafiu. Gjithashtu pash edhe Ibrahimin alayhis salam në këmbë duke u falur. Ai që ngjason më së shumti me të është shoku juaj, duke nënkuptuar veten e tij sallallahu alaihi wasallam. Hyri koha e namazit dhe unë u bëra imami i tyre.
Pasi mbarova namazin, dikush më tha: "O Muhammed, ky është Maliku, roja i xhehenemit. Shko edhe përshëndete." Unë u ktheva nga ai dhe ai më përshëndeti i pari. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mbrëm në ëndër, pash në Qabe një burr ezmer, Adem, afërsisht ngjyrë gështenj, si më e bukur ngjyrë esmeri që mund të vërehet tek ndonjë njeri. Ati i arrinin flokët deri mbi supe, të cilat sapo i kishte krehur. Dukej sikur koka e tij kullon ujë, dhe ai ishte i mbështetur dhe kishte vendosur duart mbi supet e dy burrave dhe po bënte tawaf rreth shtëpisë Qabes. Unë i thash: "Kush është ky?" Mu tha: "Ky është Mesiu, biri i Merjemes." Pastaj pash një njeri me flokë të përdredhur, rica, qorr në syrin e djathtë. Njeriu që i ngjason më shumë për njerëzve është Ibnu Katani. Ai i kishte vendosur duart mbi shpatullat e dy burrave dhe bënte tawaf rreth shtëpisë Qabes. Unë thash: "Cili është ky?" Mu tha: "Ky është Mesiu Dejjal." Kontradikt. Disave mund të përzihet çështja se si mund të bashkohet Isai, biri i Merjemes alayhis salam me Dejjalin, ndërkohë që kur e shet Dejjalli Isain, ai Dejjalli shkrihet siç shkrihet plumbi. Ose si mund të hyjë Dejjalli në Qabe, ndërkohë që ai ndalohet të hyjë në Mekë? Përgjigja: kjo është një ëndër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë në gjumë dhe nuk është një gjë që ka ndodhur në të vërtetë. Punët që do të bëjë Isai alayhis salam dhe çfarë do të ndodhë në kohën e tij. Pasi të zbresë Isai alayhis salam, të vrasë Dejjallin edhe të stabilizohet gjendja e muslimanëve, ai alayhis salam do të marrë përsipër kryerjen e disa punëve të rëndësishme dhe në kohën e tij do të ndodhin disa gjëra. Ai alayhis salam do të gjykojë me Islam, do t'i jap fund të gjitha feve të devijuara dhe njerëzit do t'i nënshtrohen ligjit të muslimanëve, sheriatit. Vrasja e Mesihut Dejjallit, gjykimi mes njerëzve dhe përhapja e drejtësisë dhe paqes. Nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Pejgamberët janë vëllezër, nënat e tyre janë të ndryshme, ndërsa feja e tyre është e njëjtë. Unë jam njeriu më i afërt me Isain, birin e Merjemes, sepse nuk ka ndërmjet meje dhe atij asnjë pejgamber. Ai do të zbresë, prandaj njiheni atë nga këto shenja. Nuk është as shumë i gjatë dhe as i shkurtër. I bardhë në të kuqe me dy rroba me ngjyrë të verdhë, shumë të lehtë. Koka e tij duket sikur kullon, megjithse nuk është e lagur. I lufton njerëzit për Islamin, domethënë që të bëhen musliman. Thyen kryqin, vret derrin dhe het xhizjen. Një shumë parash që e merr shteti Islam prej hidhtarëve të librit që jetojnë në të edhe nuk duan të bëhen musliman. Ai do t'i ftojë njerëzit në Islam dhe në kohën e tij Allahu i shkatëron të gjitha fetë përveç Islamit. Në kohën e tij Allahu do të shkatërrojë Mesihun Dejjal. Siguria do të zbresë në tokë aq sa luanët që ndrojnë me devet, tigrat me lopët edhe ujqit me delet. Fëmijët luajnë me gjerprind edhe ata nuk u bëjnë atyre dëm. Isai alayhis salam qëndron në tokë 40 vjet, pastaj vdes dhe xhenazen ja falin muslimanët. Përhapet rendi dhe siguria, kurejshve do t'u merret pushteti. Nga Ebu Ummame el-Bahiliu radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Isai biri i Merjemes alayhis salam do t'jetë gjykuesi drejt për ta, umetin e Muhamedit, drejtuesi udhëzuar dhe i drejtë. Thyen kryqin dhe vret derrin, shfuqizon xhizjen, nuk e merr sadakan dhe nuk shkon kush pas bagtive, qoftë dele ose deve. Largohet lakmia dhe urrejtja. Do hiqet helmi atyre kafshëve që kanë helm. Aq sa fëmia fut dorën tek gjarpri dhe ai nuk i bën asgjë dhe e ndalon. Fëmia i vogël luanin që të largohet dhe nuk i bën gjë. Ujku do t'jetë për delet si të ishte një qen i tyre. Do mbushet toka me paqe, siç mbushet ena me ujë. Fjala do t'jetë një dhe nuk do t'adhurohet askush përveç Allahut. Nuk do t'ketë luftë. Kurejshve do t'u merret pushteti dhe thuhet se toka do t'jetë si një enë prej argjendi. Ajo do ta nxjerrë bimësin si në kohën e Ademit alayhis salam. Atëherë një grup njerëzish do hanë një vesh rrush,
dhe do të ngopen prej tij, dhe një grup tjetër do të hanë prej një kokre shege dhe do të ngopen prej saj. Do të jetë demi me kaq e kaq para, do me thënë shumë shtrenjtë, dhe do të qitet kali për pak derhem, do me thënë shumë i lirë. Urrejtja do të ngrihet, do të zhduket asedi, smira dhe lakmia prej zemrave të njerëzve. Nga Ebu Hurejra, radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: jetë e mirë do të jetë pas ardhjes së Mesiu, i jepet leje qiellit të lëshojë shiun dhe tokës që të nxjerrë bimët, e sikur ta mbjellësh farën në shkëmb, do të mbinte. Aq sa njeriu do të kalojë pranë luanit, edhe nuk do t'i bëj kur farë dëmi, dhe do ta shkel gjarprin, dhe ai nuk do ta dëmtojë. Nuk do të ketë kopraci, smir dhe as urrejtje. Ndalohet lufta dhe vrasja. Nga Ebu Hurejre, radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Isa i biri Merjemes do të zbresi gjykues i drejtë dhe drejtues i udhëzuar. Ai thyen kryqin, vret derrin, e gjizjen dhe do të përhapet paqja në tokë. Shpatat do të bëhen drapërinj dhe do t'i hiqet elmi atyre kafshëve që kanë helm. Qielli do të zbresë riskun dhe toka do të nxjerrë bereqetin, aq sa fëmia do të luajë me gjarprin. Ujku do të ruaj delet pa i dëmtuar ato, edhe luani do të ruaj lopët pa ju bërë asnjë gjë. Pozita e atyre që do të jenë me Isain alayhis salam. Nga Theubani radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dy grupe prej umetit tim i ka ruajtur Allahu prej zjarrit. Një grup që do të luftojë i ndihim, dhe grupi tjetër do të jetë grupi që do të jetë me Isain, birin e Merjemes. Urtësia në zbritjen e Isait, ndoshta do të pyesësh se pse është zgjedhur pikërisht Isai alayhis salam mes pejgamberëve të tjerë që të zbres në tokë në kohën e fundit. Disa dietar kanë përmendur urtësinë e këtij fakti dhe kanë dhënë disa mendime në lidhje me këtë.